Mundi shekullore të Kalas së Lezhës janë shndërruar mbrëmjen e së premtes në një skenë të hapur arti ku poezia, muzika dhe bukuria e natës u bashkuan në aktivitetin kulturor Poezinë në yje, në ngjitjen e Fiellit dhe mes panoramës që ofron një prej monumenteve historike të zonës, poet, shkrimtar dhe artdashës nga Lezhë me gjër sollën vargje për collën emocione, kujtime dhe reflektime. Për pjesëmarrësit kjo nisëm është një mënyrë e rëndësishme për të vijuar traditën letrare të Lezhës, një qytet që për vitesh ka nxjerrë emra të njohur të letërsisë dhe poezisë shqiptare. Është një gjë shumë e bukur pasi Lezhë ka një traditë jashtëzakonshme në poezi, por ajo çfarë duhet të them është fakti se takimet të tilla poetike ndikojnë drejt për drejt në kultivimin e shijeve sa më të mira estetike rreth poezisë. Poezia, siç dihet, është arti më sipëror dhe ndoshta sot në këtë natë magjike e bën kaq të bukur, domethënë këtë mbrëmje edhe pamja e Kalas së Lezhës dhe këtij peizazhi të mrekullueshëm që gjithsesi tingëllon si poezi. Është vërtet shumë bukur. E para herë Lezhë nuk do rreshti kurse më befasuari. Unë kam miq të mirë edhe poetë apo dhe krijues në Lezhë dhe unë kam thënë që Lezhë është adheu im poetik edhe unë jam një lezhjan i naturalizuar. U bën vite tashmë që ne organizojmë aktivitetet her pas hershme dhe jemi munduar që të gjejmë vende interesante siç është amfiteatri Shënë Femis, plana, kishe planës ku kemi bë aktivitete, kemi bë rrugës për të nënë hedhun në ato poezit në Tuma. Sepse Lezhë është poezi në vete dhe atë duam që të kuptohet që poezia rrin shumë mirë në Lezhë kudo që të vendosësh. Nuk mbajnë vendet ku mundesh të lexosh poezinë në Lezhë dhe ku mundesh ta shijosh poezinë të kombinuar bashkë me atë këtë pamje fantastike siç është këtu këtë prendim dielli që është thjesht magjik. Kjo që bëhet sot është një orë poetike që bëhet këtu në Kala. Në Kala është një vend shumë i bukur, ja këtu organizatorët këtu është Bashkia e Lezhës në bashkëpunim me klubin tonë letrar. Dhe është një gjë e bukur, një orë poetike. Drejtori i kulturës në Bashkinë Lezhë, Keler Sufja, theksoi se aktivitetet e tilla synojnë të afrojnë brezin e ri me letërsinë dhe artin, duke e kthyer kulturën në një urlidhje mes traditës dhe të ardhmes. Në këtë bashkëpunim që ne bëjmë sot, nuk është absolutisht rastishëm, është edhe një prej qëllimeve që ne si drejtori kemi vendosur vetes, pikërisht që ne gjithë elementet e rëndësishëm në qytet, si individ, si organizim, siç është edhe klubi letrave në Zgjeta, të bashkohen për nxjerr jo vetëm sa më shumë aktivitete, por sa më tepër aktivitete cilësore që të tërheqim kryesisht brezin e ri drejt poezisë dhe drejt librit. E organizuar nga Bashkia Lezhë në bashkëpunim me klubin e letrave në Zgjetja, kjo mbrëmje letrare u kthye në një festë fjalës artistike.